Të nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 15. Ministria e Industrisë me mbështetjen e zyres së kryeministrit, Dhomës Ekonomike të Grave të Kosovës dhe UN Women kanë organizuar konferencën me moton Gratë në biznes në Kosovë, një dekadë progresi dhe vizion për të ardhmen që u dedikohet grave ndërmarrëse. Në këtë konferencë u thanë se një vend është më shumë i suksesshëm kur pjesëmarrja e grave është në sferën politike, në ekonomi, në ndërmarrësi e në pronësi të bizneseve. Sa herë që mblidhen gratë në një vend, aty mblidhen edhe ide, përvoja, ambicie dhe histori të cilat meritojnë të dëgjohen. Sot në këtë sallë janë gra që kanë vendosur të krijojnë mundësi aty ku shpesh kanë ekzistuar pengesa, gra që kanë zgjedhur të ndërtojnë, të investojnë dhe të udhëheqin. Prania juaj këtu është dëshmi e një ndryshimi të rëndësishëm që po ndodh në ekonominë e vendit tonë. Çdo biznes që ju drejtoni, çdo vend pune që ju krijoni, dhe çdo sfidë që te i kaloni kontribon në ndërtimin e një ekonomie më të fortë. Viteve të fundit kemi bërë hapa të rëndësishëm në rritjen e përfaqësimit të grave në politikë. Sot në institucionet tona kemi gra politikane të shquara që udhëheqin me dije, kompetencë, guxim dhe integritet të lartë. Ky progres në sferën politike është konfirmim se kur grave u krijohet hapësira, ato dëshmojnë se janë të zonjat të drejtojnë procese të rëndësishme. Gjatë këtyre viteve, këtu kam parë dhe kam qenë dëshmitar se Kosova ka gratë të talentuara, ambicioze dhe novatore. Ato po themelojnë biznese, po krijojnë vende pune, po hapin tregjet e reja dhe po kontribuojnë në komunitetet e tyre. Nga bizneset më të mëdha në sektoret e teknologjisë, digitalizimit dhe energjisë, deri te iniciativat më të vogla në mod, përkthim, bujqësi, ekologji apo estetik. Kosovës nuk i mungon talenti i grave. Edhe pse ka përparim në aspektin ligjor dhe institucional, pjesëmarrja e grave në tregun e punës mbetet e ulët. Është e rëndësishme të normalizohet prania e grave kudo dhe në të gjitha hapësirat. Shtetet e Bashkuara besojnë se rritja ekonomike ndërtohet mbi mundësitë, inovacionin dhe bashkëpunimin praktik. Kur bashkojmë energjinë e sipërmarrësve, përvojën e institucioneve financiare dhe mbështetjen e qeverisë, krijojmë kushtet për një mirëqenie të vërtetë dhe të qëndrueshme. Sa herë që jeta, familja apo vendi janë përballur me vështirësi, gratë kanë gjetur forcën për të ngritur përsëri. Shpesh duke nisur nga asgjëja. Ato kanë krijuar mundësi aty ku nuk dukej se kishte ndonjë mundësi për jetë apo për punë. Çmimi i tavani naftës në Kosovë po vazhdon të bjerë. Ministria e Industrisë ka njoftuar se sot çmimi maksimal i lejuar për 1 litër naftë është €1.40, 3 cent më lirë se dje. Benzina €1.33, kurse çmimi i gazit është 67 cent për litër. Mbi 19.000 maturant janë nënshtruar sot testit të maturës shtetërore në 152 qendra të testimit në të gjithë vendin, ndërsa autoritetet arsimore kanë paralajmëruar masa të rrepta ndaj çdo forme të keqpërdorimit gjatë procesit. Testi përmban 100 kërkesa, përkatësisht nga 25 kërkesa për secilën prej 4 lëndëve: gjuhën amtare, gjuhën angleze, matematikën dhe një lëndë zgjedhore të përzgjedhur nga vetë kandidatët. Policia Kosovës ka bërë të ditur se brenda 24 orëve të kaluara ka shqiptuar rreth 2000 gjoba në trafik. Sipas raportit të policisë, gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar disa aksidente në trafikun rrugor, 26 kanë qenë me lëndime, 45 me dëme materiale. Gjatë kësaj periudhe, policia njofton se janë arrestuar 20 persona për vepra të ndryshme penale, ndërka 13 të tjerë janë dërguar në mbajtje, kurse 3 persona u dërguan në vuajtje të dënimit.